Lumi që ruajti një profet, foshnja që tronditi fronin e faraonit. Ka momente në histori kur Allahu vepron në mënyrën më të papritur, kur shpëtimi vjen pikërisht nga vendi ku pritet shkatërrimi, kur lumi bëhet kraharor, kur pallati i Tiranit bëhet shtëpia e armikut të tij. Kjo është historia e Musait, foshnjës që faraoni deshi ta vriste dhe që përfundoi në preherin e gruas së faraonit. Faraoni dhe urdhri i gjakut. Egjipti i lashtë, pallati i faraonit, i mbushur me flori, me pushtet, me frikë. Faraoni kishte dëgjuar diçka që e tronditi. Dietarët e tij, fallxhorët e tij, i thanë se do të lindte një djalosh nga fisi i Beni Izrailve që do t'i merrte pushtetin, që do të shkatërronte fronin e tij. Dhe faraoni vendosi me gjakftocin e tiranëve ta ndalonte këtë fëmijë para se të lindte. Urdhri doli, çdo foshnjë, mashkulli Beni Izrailve të vritet. Por faraoni ishte i mençur me tiraninë e tij. Nëse i vriste të gjithë djemt çdo vit, kush do të punonte në ndërtimin e piramidave të tij? Kush do të mbante ekonominë? Kështu urdhëroi, një vit të vriteshin djemt, një vit të liheshin gjallë. Edhe pikërisht në vitin e vrasjes lindi Musai. Një nën, një foshnjë, dhe jashtë derës ushtarët e faraonit. Kurani na tregon se zemra e nënës së Musait ishte gati të plas nga frika. Dashuria e nënës dhe rreziku i vdekjes, dy gjëra që nuk mund të qëndronin bashkë nën të njëjtën çati. Por Allahu nuk e la vetëm. Zbriti tek ajo inspirim, jo profeci, por siguri nga Allahu. Ushqeje, dhe kur të friksohesh për të, hidhe në lumë. Mos ki frikë dhe mos u pikëllo. Ne do ta kthejmë tek ti dhe do ta bëjmë nga të dërguarit. Surja Kasas 7. Si mund t'i besosh lumit fëmijën tënd? Si mund ta vendosësh në një ark druri atë që është gjithë bota jote? Por besimi i nënës së Musait ishte më i fortë se frika e saj. E mbështolli fëmijën, e vendosi në ark, e çoi në brigjet e Nilit dhe e lëshoi. Arka lundronte, uji e merrte dal nga dal poshtë lumit, dhe në breg një vajzë e vogël, motra e Musait. Kurani thot se ajo ndoqi arkën me sy, nga larg, pa u dukur, pa të rrequr vëmendje. Shikonte me zemër të shtrënguar, duke parë vëllain e saj të vogël, duke u larguar mbi ujëra. Nuk mund ta ndalonte, nuk mund ta kthente, mund vetëm të shikonte dhe të shpresonte. Nili e mori arkën, e çoi, e drejtoi drejt brigjeve të pallatit të faraonit. Shërbëtorët e gjetën, e quan brenda, dhe kur arka u hap, brenda ishte një foshnjë, e bukur, e qetë, me syt e hapur. Asia, bashortja e faraonit, e pa dhe zemra i rrahu ndryshe. Kurani e përshkruan atë moment. Dhe u bëi dashur për sytë e gruas së faraonit dhe të faraonit. Ajo tha, është gëzimi i syve për mua dhe për ty. Mos e vrisni. Ndoshta do të na sjell dobi ose do ta adoptojmë si bir. Surja Kasas 9. Gruaja e njeriu që kishte urdhëruar vrasjen e çdo foshnjeje, mashkull, po lutej për jetën e kësaj foshnjeje. Allahu kishte vendosur dashurinë e Musait në zemrat e atyre që duhej ta vrisnin. Por Musai qante dhe nuk pushonte. Grua pas gruaje u sollën, gratë gjithdhënëse të pallatit, gratë e qytetit. Musai nuk pranonte asnjë, kthente fytyrën, mbyllte gojën. Pallati i madh i Egjiptit i shqetësuar nga qarja e një foshnjeje. Dhe motra e Musait, që po ndiqte ngjarjet nga larg, pa momentin e duhur, doli dhe tha me qetësi: a doni t'ju tregoj një familje që mund të kujdeset për ju dhe do të arrisin mirë? Surja Kasas 12. Pranuan, dhe nëna e Musait hyri në pallatin e faraonit. Ajo që kishte qarë duke lëshuar fëmijën në lumë, ajo që kishte kaluar netët pa gjumë duke u lutur, ajo që nuk e dinte nëse do ta shikonte sërish. E mori në krah, edhe Musai me njëherë u qetësua. Filloi të pinte gji, pallati u qetësua.
Asia u gëzua. Faraoni nuk dinte asgjë. Dhe nëna e mbajti në preher birin e saj, brenda pallatit. Kurani e mbyll këtë moment me fjalë që të ngrin lëkurën. Dhe ja kthyem atë nënës së tij që sytë e saj të qetësoheshin dhe të mos pikëllohej, dhe të dinte se premtimi i Allahut është i vërtetë. Faraoni kishte ndërtuar perandorinë më të fuqishme të kohës, por nuk mundi të ndalonte një nën, nuk mundi të ndalonte një lum, nuk mundi të ndalonte Allahun. Foshnja që e kishte urryer, u rrit në pallatin e tij dhe u bë profeti që do ta shkatërronte fronin e tij.